Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja raportoi rekomandimet e qeverisë për luftën ndaj kriminalitetit për 2025. Ai u ndal në 8 fusha kryesore. Manja vuri theksin te nevoja për procedura më të shpejta hetimore, respektimin e të drejtave të njeriut dhe forcimin e etikës profesionale. Rekomandimet për vitin 2025 janë të strukturuara në 8 fusha kryesore. Fusha e parë, respektimi të drejtave të njeriut, që duhet jetë në qendër të punës prokurorisë. Kërkohet respektimi i parimit të prezumimit të pavarësisë, respektimi të drejtave procedurale të pandehurve dhe viktimave, shmangja e vonesave të pajustifikuara në hetime dhe përdorimi proporcional i masave të sigurimit. Shteti i drejtës nis nga një hetim korrekt dhe i paanshëm. Sigurisht prokuroria orientohet të promovojë përdorimin e procedurave të posaçme, si marrëveshjet për pranimin e fajësisë dhe gjykimet e shkurtuara, veçanërisht për të miturit dhe rastet kundërshkimi mund të jepet nëpërmjet alternativave efektive ndaj burgimit. Fusha e dytë është forcimi i luftës kundër kriminalitetit. Në funksion të kësaj shtylle, kërkohet rritja e hetimeve të nisura kryesisht, ndjekje penale efektive për korrupsionin veçanërisht nivelet larta, dhe hetime financiare për pasuri me origjinë kriminale. Duhet forcuar bashkëpunimin ndërkombëtar, veçanërisht në luftën kundër trafikimit të narkotikëve dhe krimit organizuar. Orientohet krijimi i njësive të specializuara për krimin kibernetik si një nevojë strategjike e luftës kundër krimit organizuar. Fusha e tretë është integriteti, transparenca dhe përgjegjësia. Prokuroria duhet forcojë mekanizmat për kontrollin e brendshëm dhe llogaridhënien për te procesit vettingut. Fusha e katërt është eficienca dhe ngritja e kapaciteteve institucionale. Nevojitet krijimi i strukturave të specializuara për çështje komplekse, investim në teknologji dhe burime njerëzore, si dhe zhvillimi i trajnimeve të vazhdueshme në bashkëpunim me shkollën e magjistraturës dhe partnerët ndërkombëtar. Ministri tha se duhet bashkëpunim efikas me ndërkombëtarët, kërkoi ndërtimin e kapaciteteve institucionale, si dhe bashkëpunim më të ngushtë mes SPAK, policisë dhe institucioneve të tjera. Fusha e pestë është përdorimi i metodave bashkëkohore të hetimit. Sugjerohet përdorimi i inteligjencës artificiale, teknologjive digjitale dhe analizës të dhënave. Shtylla e gjashtë është bashkëpunimi me Ministrinë e Drejtësisë. Ministria e Drejtësisë është e gatshme të bashkëpunojë ngushtësisht për hartimin dhe monitorimin e politikave penale, shkëmbimin e statistikave, përmirësimin e ndihmës juridike ndërkombëtare. Fusha e shtatë e bashkëpunimit ka të bëjë me bashkëpunimin ndërinstitucional. Orientohet hartimi një strategjie koordinuar ndërmjet prokurorisë përgjithshme, SPAK-ut, policisë shtetit dhe institucioneve të tjera publike. Marrëveshjet për shkëmbimin e dhënave, për caktimi i pikave të kontaktit dhe transparenca ndërinstitucionale janë kyçe për suksesin në përballjen me krimin. Fusha e tetë është bashkëpunimi ndërkombëtar. Pjesëmarrja aktive në strukturat si Eurojust, Europol dhe Impact është thelbësore për trajtimin e krimeve ndërkufitare. Ai përmendi si prioritet mbrojtjen e sekretit hetimor dhe intensifikimin e luftës kundër krimeve kibernetike.